muaj më vonë, 7 ekipet më të mira të Europës do t'i bashkohen në skuadrës tonë kombëtare të 17 vjeçarëve për zhvilluar këtë kompeticion shumë të rëndësishëm europian i cili ndodh për herë të parë në historinë e Shqipërisë. Dhe pikërisht për këtë, ne jemi krenarë që kemi mundësinë të presim një event tillë. Unë jam shumë i bindur që me mbështetjen tuaj, me mbështetjen e gjithë faktorëve në vend, ne do të bëjmë një kampionat model, ne do ta kthejmë atë në një festë jo vetëm sportive, por më shumë se sportive. Duke qenë nga Durrësi, jam shumë i lumtur që sot e hap këtë, le të themi, promovim të kampionatit evropian në qytetin tim, dhe jam i bindur që Durrësi do di ta bëjë njësoj si të 3 qytetet tjera, apo më mirë se ato, mikpritjen e ekipeve, mbështetjen e tyre, praninë e gjithë juve dhe më shumë se ju në shkallët e stadiumit, për ta bërë vërtet një fest të qytetit tonë bregdetar. Tashmë çdo gjë është gati, 4 stadiumet në cilat do luhet janë gati, 10 fusha stërvitje të rikonstruktuara me kontributin e qeverisë shqiptare dhe Federatës Shqiptare të Futbollit janë gati, mbetet vetëm që të gjithë bashkë ta mbështesin të europian dhe ta përjetojnë në mënyrën më të mirë të mundshme me mikpritjen tonë, me atë që na karakterizon ne si shqiptarë. I nderuar zoti presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, është një nder krenari dhe besoj është edhe gjithë kontributi dhe puna juaj e palosme që në Shqipëri vjen një kampionat evropian për të rinj. Besoj që mbështetja jon para mbështetjes tuaj dhe organizimit tuaj është ambicioze, por besoj që qyteti Durrësi do të sjellë gjallëri, do të sjellë turizëm, do të sjellë jetë dhe besoj që të gjithë së bashku do të shijojmë mrekullim edhe sportin më të bukur që besoj është sporti i futbollit. Nga emrat shumë vështirë, normalisht shtete të mëdha, kombëtare të forta, ne do të shijojmë këtë momentin që kemi mundësi me tregu kundër këtyre kombëtare kush jemi ne për të tregu botës, edhe për shtetin e tifozave, do t'i përkrajmë çunat, edhe do të kemi vetbesim.